ai që i ka vjedhur votat, ai duhet të jepet me fakte në tavolinë. Ne mund bëjmë insinuata dhe kemi insinuata, por çështja është po pjesën tonë të detyrimit ndaj demokratëve e kemi bërë siç duhet, të mos harrojmë neve ju përmendet lasivitan, edhe kjo mveshja ose nxjerrja në skenë lasivitas si shpëtimtarin Salvatori i Partisë Demokratike, kur në fakt ishte strategjisti dhe do të mbaj përgjegjësinë për strategjinë, a ishte kjo strategjia e duhur, por në fakt mos harrojmë edhe në mitingun përfundimtar, kur Partia Demokratike mund të kishte nxjerrë në mitingun përfundimtar figurat e saj të rëndësishme, ekipin me cilën po kërkonte pushtetin, në fakt foli anglisht shqiptarëve natën e fundit dhe nxori strategjistët. Gjë që nuk është e këshillueshme e ashpërsuan gjuhën. Po sigurisht, jo vetëm ashpërsuan gjuhën, por duke dashur për të treguar që me ne janë ndërkombëtarët, kur në fakt janë strategjistët, kjo përplasja, kjo nevoja për të hedhur, pa e them në gjuhën kështu shqip, sir shqiptarëve, kjo ndoshta jo vetëm që nuk i tërhoqi vëmendjen shqiptare, po mbas edhe i bezdisi shqiptarët. Edhe kjo nevoja për një ethe për ta shahr spakun në mënyrë të vazhdueshme, për ta demonizuar si banë kriminale, në kohën që shqiptarët kishin më në fund po shikonin. Rritëm besueshmëri në institucionet e drejtësisë. Pavarësisht gabimeve që mund të ketë, përvojës që mund të ketë, dhe gjërat gabime ka sa të duash, por kishte filluar pra, shqiptarët synonin gjë tjetër, një lloj, po them, më në fund një lloj shlirimi nga ajo demoni i korrupsionit, po shikonin një dritë më në fund të tunelit, dhe pikërisht ato që nuk duhet bënte bën Partia Demokratike. Pra, madje edhe artikuloj që do ta shkrijë spakun me ardhjen e pushtetit. Pakthyer pastaj te lista, që është një listë sigurisht besnik është zoti Berisha, ndoshta i kishte nevojë për ton, ndoshta do t'i duhen në shtator. Të gjitha këto unë për ligj janë brenda nevojës së tij, po them edhe personale, po dhe politike. Po është kjo ajo që kërkojnë demokratët. Kurse gjëja më fatale ka qenë mbyllja listave dhe pavarësisht ne mund të demonizojmë kundërshtarin ton politik, kundërshtari politik e bëri këtë ligj, e bëri me dorzanin ton. Ne e kemi, por them ne, unë personalisht jo, madje kam qenë shumë e ashpër me këtë kodë fakti që në bisedë thua ne demokratët. Po ne demokratët. Pra ti e përfshin veten, ndonse Partia Demokratike mund të jetë në ditët e saj. Jo, Partia Demokratike, jo partia, po një leadershipi i saj, një pjesë e leadershipit, jo zoti Berisha, një pjesë e leadershipit naiv, po e them naiv në fjalë më të mirë se mund të jetë edhe agresive dhe mund të jetë arbut, ka qenë kundër meje. Ky ishte luksi, këtë luks kishte Partia Demokratike në parlament të heqi, jo se moj që se ngjej në një dhem këtë madhe se më ka hequr nga kryetari e komisioni,